është çmimi I diasporës. Kush do ndaj? Për të ndarë këtë çmim, ftojmë gazetarin në botë sot njëkohësisht prezantues I edicionit të fundit të festivalit Chelsea muzikor, Maksim Gjokaj, dhe Arnura Ademaj, ish Miss Kosova, po ashtu bashkë prezantuese në festivalin e lartë përmendur. I ftojmë në skenë me Duart Rukitja. Dhe Arnura në Suedi kalin? Nuk e di, nuk kam informacion fatkeqësisht. Atëre, mbrëmje të mirë. Mi mbroma. Mi mbroma. Ju pëlqen Miss Argentina? Maxi. Jo? Miss Kosova. Taman Miss Kosova. Taman Miss Kosova. Kam qenë. Nuk e di sa vite u bën, vazhdon të jesh një nga vajzat më të bukura shqiptare. Faleminderit. Mirë, po tani do të na prezantoj Argentina. Mirë, është momenti për ndarë një çmim, prandaj ne jemi këtu, për ndarë çmimin e diasporës. Ndjekim nominimet. Zhurma Video Music Awards Diaspora. A thu kush do ta ketë fatin? E lumë ne që kemi diasporën, duan një Duart Rukitje shumë të madhe për diasporën. Mëngjes drekdark, mos harroni thoni faleminderit diasporas në mos ju artistë që shkoni dhe të ftuar shpeshherë atje. Atëherë. Dhe fitues është, e themi bashkë, Ari Blu. Maxi, gentleman. Një artiste e re, por që ke bërë shumë zhurmë pozitive, I ke trembur pak artistet femra të tjera. Urime, kjo çmim për ty. Faleminderit. Mirëmbrëma. Sini. Urime. Faleminderit shumë, mas pari faleminderit për këtë fustan bukur, Dona Matoshe ka bo. Shumë më pëlqen. Shumë bukur po dukesh. Edhe faleminderit shumë për mbështetjen edhe pse kam shumë fanca, ama hala s'kum rri që ato ku po duhem rri. Edhe Max Production kisha pas qef me falenderu që më ka ndihmu shumë për këtë klipin e fundit që e kem bo. Faleminderit. Urime, uroj që këtë çmim të sjellë edhe shumë suksese më të mëdha.